si pres të vinë pushimet verore. Mjaftuan kove, nëse nuk gaboj e ke quar mendjen me pushime. Nuk është e vërtet. Unë adhuroj verën, ka gjithë një plot gjëra për të bërë. Vërtet? Sigurisht. Gjatë verës ke kohë të lirë për të ndenjur me të dashurin, të shëtisësh dorë për dore, të shkosh me të në parqe argëtimi ose në festat e natës nëpër plazh. Edhe një gjë mund ta bësh nëse ke të dashur. Këtë e di. Ky film serial e mundsuar nga Shqikinema të në verë dua të ndihmën për argëtohem episodet shumë në që të kem vazhdim kujtime vetëm të në paharrueshme. Shqikinema. Po, në rregull, por në fillim bën mirë të kalosh provimet e fundit. Për çfarë provimesh po flet? Ja e dija, i ke harruar provimet. E gjeta. I kisha harruar. E kishim kuptuar këtë. Fillojnë javën tjetër. Javën tjetër? Jo, nuk jam gati. Atëherë bën mirë që të përgatitesh, ndryshe do të kalosh gjithë verën duke mësuar për të rregulluar notat. Çfarë? Premtimi. Në matematik jam shumë dobët. Vajza nuk e dal dot, edhe pse studioj nuk kuptoj asnjë gjë. Duhet i mësosh përmendësh formulat. Vetëm kështu do arrish ti kalosh provimet. Vërtet e ke këtë? Atëherë mjafton që të mësoj përmendësh formulat. Sa na kanë dhënë vitin e parë? Më duket një 15. Një 15. Jo, për mua është e pamundur. Nuk do të arri kur t'i mbaj mend të gjitha. Duhet të bësh një përpjekje të vogël. Nëse nuk i mëson formulat, nuk do t'i zgjidhësh problemat. Është e tmerrshme. E shoh se do ta kaloj verën duke studiuar. Lam të mirë parqeve të lojrave dhe festave në plazh. Dhe lam të mirë dorë për dore shëtitjeve me kajton. Ju lutem, mos ma thoni, nuk është e drejtë. Nuk dua të heq dorë nga pushimet, po çfarë mund të bëj? Zgjedhja është një e vetme. Duhet të fillosh të studiosh seriozisht për provimet finale. Në këtë mënyrë do t'ja dalësh mban. E drejtë, jam shumë dakord. Mirë, kështu më bindët. Do të studioj dhe do të kaloj provimet. Por ama duhet të më ndihmoni edhe ju. Është e kot, mjaft se po më dhem koka. Po 5 minuta ke që fillove studimin. Si ka mundësi? Vazhdo të sillesh kështu dhe xhirot e tua verore me kajton do të mbeten vetëm një ëndër. Ke të drejtë, vërtet. Do të mundohem më shumë. Në rregull, prit një minutë, ja sa ta shoh. Më duket më e bindur dhe më e motivuar se më parë. Kur fillon mundohet, nuk e ndalon më njeri. Po lexon një libër? Duhet të jetë interesant. Për çfarë flet? Shiko, është botimi veçantë. Propozime për pushimet tuaja. A do ta lexosh me mua? Jo, nuk më Shikoni intereson, website-in faleminderit. nëse po e ndihni direkt këtë film serial Po në çfarë bën këtu? Më ktheu tek problemet e matematikës. E tërheq me njëherë komplimentin e më parë. Pra, të paktën më lër të shoh specialen për vendet ideale për pushime. Të lutem. Po mirë, ja këtu le ta shohim së bashku. Ura! Çfarë bën kështu? Duhet të studiosh. Pra le t'ja bëjmë shefin. Pishek zjarre, sa të bukur, çfarë